unë mendoj që duhet të zvoglohet përmbajtja në kuptimin e sasisë njësive mësimore, për shembull, ose lëndëve brenda një viti. Tash nuk e di çfarë përvoje kanë prindrit të tjerë, po unë vetë kam marrë në përfundim që vetëm të shkosh edhe të garosh se si të përfundosh një plan mësimor nuk është e duhur. Duhet më shumë të fokusohemi që atë që mësojmë ta mësojmë mirë, ta shohim se si është ajo në praktikë, si ndërlidhet me lëndët e tjera. Do më thonë, bashkëveprimet ose ndërveprimet kurikulare janë shumë të rëndësishme, sepse nëse ti mëson diçka në matematik, ajo përdoret muzik, përdoret në formula në fizik, në kimi, do më thonë, po nuk duhet mu mësu vetëm njësia mësimore, po duhet që ma shumë këtë praktik që të zgjidhen problemet caktume, që të shofin nxënësit ku përdoret kjo që mësohet. E pastaj, jo vetëm në mësim, po edhe në punë, edhe në jetë. Edhe kjo mungon shumë, për shkak se sistemi është tepër i ngarkuar, tashti normalisht në krejt Kosovën po flasim, jo ndoshta në pak shkolla që ka fillu mësimi tërditor, ne ende nuk e dim saksisht se si organizohet ai dhe çfarë efekti ka pasur, sepse nuk e kemi matur atë, po megjithatë mendojmë që është një nismë e re, mirë po në përgjithësi në shkolla tjera një njësi mësimore është 45 minuta, ka shumë lëndë, edhe nuk ka aktivitete kulturore, sportive, edhe aktivitete tjera që e zhvillojnë nxënësin. Edhe nëse unë e krahasoj përvojën time arsimore, kur kam qenë unë shkollë fillore, nuk është e njëjtë, se si e kam pasur fëmijët e mi, për shembull, sepse unë në shkollën fillore kam qenë pjesë e korit, orkestrës, vallëzimit, kom pas aktivitete në grafik, do të thonë diçka që sot nuk e bëjnë nxënësit në shkolla. Edhe kjo është shumë fatkeqe kur ne, për shembull prindrit, e kemi përjetuar atë. Edhe pastaj kemi pasur aktivitete të rregullta në teatr, në koncerte, vetë kemi bërë shumë koncerte edhe organizime brenda shkollës, dhe tashti sikurse me zhvillimin e teknologjisë është zvoglu ai kontributi që e bëjnë fëmijët përgatitjen e programeve, edhe lëshohen shumë, do më thonë, këto mjetet, si me thonë, teknike realizohen ma letë, po unë nuk mendoj që ka asnjë lloj ndërveprimi që për shembull unë kom pas në shkollë fillore. Se në shkollët mesme, pastaj unë e kom përjetu shkollën e mesme në për shtëpi shkolla, kështu që normalisht që s'mund të krahasohet me ato që sot e kanë fëmijët tonë. Po mendoj që ka shumë mundësi që me u përmirësu kjo në sistemin tonë arsimor, veç me u kthy logjikës edhe asaj që funksionon. Jo vetëm me u fokusu se çka shkruan dikun me një udhëzim administrativ ose një kurikul për se, po duhet me shiqu qysh ajo në praktik zhvillohet edhe çka po merr fëmija nga shkolla dhe nga përvoja e shkollës. Për mu shumë është më rëndësi përvoja e shkollës. Edhe kohezioni social këtu është lidhet edhe na jemi si organizatë shumë fokusuar në kohezionin social, për shkak se mendojmë që fëmijët në Kosovë, pavarësisht çfarë etnie i përkasin, apo çfarë religjioni i përkasin, apo statusi socioekonomik, ata gjithë duhet të ndihen njëjtë në shoqërinë që i jetojnë. Pra ata duhet të ndihen që i përkasin kësaj shoqërie, edhe shkolla e ka këtu një rol shumë të rëndësishëm. Kur shkolla nuk e krijon këtë ndjesi të përkatësisë, edhe nuk punon me fëmijët që ata të zhvillojnë këtë ndjesi të përkatësisë, krijohen ndasi ose nuk punohet shumë në solidarizimin mes fëmijëve, në bashkëpunimin mes fëmijëve, atëherë edhe kemi pastaj raste edhe të bullizimit, pastaj raste të largimit fëmijëve nga komuniteti, dhe këto pastaj krijojnë një shoqëri jo kohezive edhe probleme shumë të mëdha në shoqëri, dhe jo vetëm në shoqërinë kosovare, por edhe në shoqëri tjera, sepse momentin kur një fëmijë ose një i ri ose edhe i rritur nuk ndihet që i përket shoqërisë, atëherë ata janë më shumë të prirur që të
miren me gjëra tjera jo produktive, edhe t'i shkaktoj mas pari dëm vetës,